Qeveria pritet të miratojë së shpejti ligjin e ri për legalizime dhe shtesat pa leje. Brenda muajit shkurt, Këshilli i Ministrave do të miratojë draftin e ri për legalizimet ku parashikohen kryesisht procedurat që duhet të ndiqen për shtesat e ndërtimeve pa leje të bëra në qendrat urbane por që nuk janë vetë deklaruar, si edhe për ndërtimet pa leje të bëra pas hyrjes në fuqi të ligjit për legalizimet. Ligji aktual parashikon që në procesin e legalizimit të përfshihen vetëm ato ndërtime në zonat informale, por edhe shtesa banimi për të cilat është bërë vetë deklarim. Ndryshimet që qeveria pritet të miratojë bëhen për shkak se një pjesë e konsiderueshme e atyre që kanë ndërtuar pa leje nuk e kanë vetë deklaruar ndërtimin. Afati për legalizimet e ndërtimeve pa leje është shtyrë 2 herë deri tani, ndërkohë që specialistët e Aluiznit kanë vrejtur mangësi në dokumentacion por edhe në formularin e vetë deklarimit. Në disa raste procesi i legalizimit ka ngecur për shumë nga pallatet në zonat urbane, të cilat kanë bërë shtesat për shkak të mosgjetjes së gjuhës së përbashkët midis banorëve. Po kështu disa nga banesat gjatë viteve kanë ndryshuar blerësit dhe shumë persona nuk kanë mundur t'i legalizojnë ndërtimet e tyre. Ndryshimet në ligj marrin përsipër zgjedhjen e ngorçit të legalizimit, por jo në të gjitha rastet. Në draftin e hartuar mbeten jashtë procesit ato që kanë ndërtuar në zonat me përparësi zhvillimi ose me përparësi turistike. Në zonat ku janë parashikuar ndërtime rrugësh ose ku më parë ka ekzistuar një plan urbanistik, do të shemben. Burime nga qeveria bëjnë të ditur se me ligjin e ri të legalizimeve do të futen si kolateral në ekonominë shqiptare më shumë se 300 milion euro.